Ka rëtë fabula tjetër e tjo. Ja ku. Tani letu i me zemër debatit. Para se ja fjallën deputetit të ri dhe profesorit dhe profesorit Nezir Kraki që në ka arsonte dhe që frendorojmë shumë, dhe i du t'i kinesë prapë shumë herë dhe më gjesë se kam bledhi e ka seancë në kuvënd, do të filloj me Sebastianin. Sebastian, të lutem më thuaj, të gjithë e dim, përveç budalejnve dhe këtyre idiotëve dobishëm në këtë vënd, të gjithë e dim që në fakt Rama dhe Kurti nuk kanë shkuar asë njerë bashkë, nuk e onesin do të njëri tjetërin, as Rama se onet zotë Kurti, as Kurti Rama. Dhe kjo më duket fare normale. Nuk ju në gjithë mulla, s'ka kimi. Dikush tjetër thotë, nuk është thjesht se s'ka kimi personale. Ose janë njerëz me karakteret të ndryshme, me qasje ndryshme, me projektime ndryshme tjetër. Dikush tjetër thotë, jo më nuk është as kjo, thotë dikush tjetër. Orë sepse ata projektojnë të dy si lidera, të ndoshta një Shqipërie të bashkuar, pra të një bashkimi të madh. Kush do jetë? Kush është lideri i gjithë shqiptarëve? Kush është lideri i gjithë shqiptarëve? Dhe unë them drejtën, dua s'dua, jetë dëruar të pranoj të fundit, sepse duhet ta shoh politikisht çështjen, duhet ta shoh personalisht. Atëherë në këto kushte duhet thënë kjo. Apo fërkon duar sipas teje tani Rama me këtë krizë që ka Kurti në Kosovë, pra që ende nuk dihet, ore do jetë kryeminist apo ndoshta edhe do riqet thotë unë se bëj vëlla bëni ju. Dhe shkon. Ta marrë opozita të bashkohet. Dy si personazhe kanë ego të madhe, po ti shohësh me kujdes. Të dy ngjasojnë. Po fillon një nga lajmi që t'i japi përgjigje lajmi, pastaj bëj elaborimin, siç kam thënë gjithmonë. Unë mendoj se Rama. Po i kërkon duart apo është indiferent? Unë mendoj se Rama ka aq halle këtu brenda. Sa nuk merret fare me të çështje. Sepse Kurti i ka fituar zgjedhjet dhe po gjen deputetet për të formuar qeverinë. Rama nuk e di nëse do të fitojë me siguri apo jo. Sepse ti po flet sikur këtu jemi në Kosovë. Nise, edhe sonketa e nxirr fitues. Jo më duhet ja sikur janë në Kosovë tani, Sebastiani i madh. Dgjoj, stresi deri ditën e fundit të zgjedhjeve është stres i madh. E di më e di, po gjithsesi domethënë gjërat janë parashkuar. Mjafton shikosh publikun që kem brapa kurizit, atë që kem brapa kurizit të ligjet këtu dhe do kuptosh. Nuk e ka dash sikur. Nëse, kjo çështje tjetër, më thuaj ti thua nuk fërkon duar se s'ka se kam mendje. Nuk po fërkon. Tani jep elaborimin tënd. Logjika ime është kjo, të dy kanë ego të madhe. Por të dy kanë ego të madhe për çështje të ndryshme. Kurti e ka sa i përket shtetësisë Kosovës dhe çështjes shqiptare në Ballkan. Rama e ka sa i përket qeverisjes Ballkanit dhe jo vetëm Shqipërisë, por qeverisi Ballkanin dhe të jetë miku i ngushtë të gjithë kryeministrave në përbot. Për shembull, Rama ka një ashtu që quhet zyra operacionale e situatës. Në zyrën operacionale të situatës, Rama ndërton gjithmonë projekte dhe strategji për të zgjidhur kriza të ndryshme ndërkombëtare që kur të takohet me nivele të larta diplomatike, të jetë ky që të japi zgjidhje të rëndësishme, të jetë ndjeni të situatës. Për shembull, Alistair Campbell i thoshte që po të takohesh ti me Donald Trumpin, ti ta dish se çka ka qef ai. Për shembull, ai ka qef që ti flasësh për shembull si zgjidhet kriza me Rusin. Dhe Rama i thot tani më gjeni strategji si zgjidhet kriza me Rusin. Edhe në zyra operacionale e situatës i përgatit një letër, edhe Rama tani flet me këto nëpër sallone të ndryshme se si zgjidhet, se Kosovën e ka zgjidhur 2-3 herë ai, po nuk është se ja kanë marrë parasysh. Ai zgjidh për shembull krizën, po themi në Zambia tani, e zgjidh me një herë. Merret me krizën në Somali, për shembull, edhe këtë mund ta zgjidhi. Për shembull, ka një konflikt Algjeria me Francën në këto momente, një konflikt diplomatik, atë e zgjidh ai. U fut herë tek Turqia, që se mban. Greqi-Turqi, për shembull, dhe atë mund ta zgjidh. Nuk e di pse s'është fut për shembull tek Izrael-Gaza, se dhe atë mund ta zgjidh se njeh rabin, njeh njerëz shumë të rëndësishëm. Në këtë kuptim Rama dhe imam njeh, domethënë njeh nga të gjitha anët. Për shembull, shpallim shtetin Bektashi sepse edhe ne projektojmë. Ai projektohet, shiko. Pavarësisht nga këto. Në këtë kuptim. Ai ka drejt projektohet si Aleksandri i Madh, pra në një farë mënyrë. Dhe për shembull Rama. Ka drejt të projektohet. Pavarësisht e marrën apo jo seriozisht. Po ai po ja bën vetes Kurti, se thuash Adeti. Adeti. Krimin e perceptimit? Kurti e sheh veten, po ta shohësh me kujdes, maksimumi kryeministri i një Shqipërie me Tiranën dhe me Prishtinën. Po Rama, për shembull, donte ta shite veten dhe shef NATO-je. Ti thua i ri i vogël dhe Shqipëria me Kosovën bashkë, Rama. Po kostumi i vogël? Po i ri i vogël. Atëherë, këtu të hapi muhabet. Tani para se të hap debatin në studio është kjo vëlla. Ti nëse sot do votoj, projektoj pak në të ardhmen. Dhe thoshin, këtë do president vëlla të Shqipërisë të thuhet Shqipërisë së Madhe. Shqipërisë së Madhe.
do Ramën apo Kurtin, ti vetë për këtë do votoje, Sebastian? Tani në këto momente. Jo, në Kurtin të votoj. Kurtin? Po, sigurisht. Një sekund, ti Marsit për këtë do votoje, dhe pasat hapet në pa. Albin Kurtin. Po. Ti, Flogert? Abstenim. Janë të rrezikshëm të dy. Na, urdo, e ka tani qaloje po në këj papar? Ja, urdo. Ani. Abstenim janë të rrezikshëm të dy, thonë. Do thite doktorin. Po është, shiko që tipi është, shiko që bën ky jeri, moda. Po të thosh tani që do votoj Ramën, në një mënyrë ju thot publikut, ju thot atyre që e dëgjojnë që ata thonë, po ky që ka i Ramës, pra, ndaj mbro. Shiko tani sa bukur luan ai. Abstenim thot. Shumë e bukur. Pra, në këtë moment del neutrale, se njerëzve ky nuk është as as një palë. Po gjatë analizës, është me Kurtin. e kë? Jo, më falë, e nga trova. Me hashtim. E nga trova. Do më thonë, plyshi u që këtë. Ta zbuluam lojën, plak. Ta zbuluam lojën. Po pse s'te me Ramën, Allah? Janë të rrezikshëm të dy dhe kam argument në qoftë se më lejon. Pra, egot e Ramës, pra. Ja, një sekundë, ja, lejo tani. Lezire të duhet të bëjtë ty këtë pyetje. Pyetjen e njëjtë, okej. Jo, pyetja është, Ramën apo Kurtin, këtë do votoje për Nuk i bot. për u lider, pse si bëhet? Jo, Se di unë këtë, është një ri pavarur, por vazhdimisht me këtë. normalisht që Jo, nga zgjuam deri tani, që tha Rama i ka rënë qafë Kosovës deri tani. Jo, akoma se ta, tani do e thot. Anezir. jo, unë absolutisht Albin Kurti është lider i një kalibri tjetër me synime tjera. Do të synimet janë legjitime, do të mund të jesh megaloman. Qëllimet janë legjitime, Po, të në rregull. Ambicia. Por nëse duke shku atje, të caku, ti shkel mbi të tut, shkel mbi... Sylle kadavrë, do thua, diku fond. Shkel mbi kufomat në Kosovë, shkel mbi masakrat që kanë ndodhur atje, me atë idenë absurde se Serbia u evropianizu pa pritma, dhe Vučić u bë dostimir. Ja është, a bëhesh do të president, si pas një thënie të vjetër në këtë botë, i çdo shteti, a bëhesh do të president apo kryeministër pa shkelur mbi kufoma? Kjo është pyetja që na shtron sot filozofia politike. Po, Dhe politikët dhe manualet. Dhe opozita sot çdo ditë jemi duke u largu më shumë nga kjo, fatkeqësisht, gjithandej në botë. Çdo ditë edhe politika dhe lider dhe përfaqësimi është secilën ditë më mediokër, edhe në Francë dhe gjithkund edhe. Po. Jo, nuk është mediokriteti, më është çështja që për të arritur atje sipër, nga që është vetëm një vend për të kapur, ti je detyruar të vrasësh, se ndryshe po nuk vrave, ti nuk e kap dot vend, do të vrasin. Pra, o do vrasësh o do vritesh. E ka thënë Friedrich Nietzsche tek vullneti për pushtet. Në politik ka ose instrumente, ose armik. Nuk ka diçka ndërmjetme me detyrat të dyja. Ose instrumente ose armiq. Ose armiq, po. Instrument në kuptimin e shkallëve politike, pra për të arritur synimin, ose armiq, i cili është pengesa dhe që duhet përdoret Ai ta ngrën pak nivelin. Po është normale kjo. Kjo është normale. Kjo është rafshi... Por ne kemi hallin se Kosova nuk janë shtete normale dhe marrëdhënia politika që gjeneron Kosova dhe ajo që gjenerohet në Shqipëri nuk janë matching, nuk mund të Nuk janë përputhën. Se Kosova ka halle tjera, si që tha dhe Sebastiani, dhe udhëhecit e Kosovës priten, qytetarët e Kosovës presin që udhëhecit e tyre të sillen në një mënyrë që përputhet me hallet që ne i kemi edhe shtetërore, kufir, kërcënimin real nga Serbia, gjëra tilla, që nuk i ka Shqipëria, fatkeqësisht. Këtu lideri këtu pritet në aspekte tjera. Prandaj kur lideri nga Shqipëria vjen Kosovë dhe i thot qytetarëve, shqiptarëve të Kosovës, si duhen ata, çka duhet ata të presin nga lideri i tyre, duke ditë kontekstin dhe raportet e kërcënimet, këtu ka ndodhur ajo... Ndjes një pyetje, po kur vjen kryeministri i Kosovës dhe bën fushat kundër kryeministrit... Ajo është diçka... Ja, prit ta mbaroj. Është normale, Ja, ajo është diçka totalisht anekdotike, krahasim me këto... Jo, unë dua të flasi profesor, jo deputet. Unë s'jam për ndërhyrje të tilla. Pra, domethënë vjen Kurti si kryeministër dhe bën fushat të Çerçis Topulli kundër Edi Ramës. Pse të Çerçis Topulli? Në Gjirokastër ka shkuar atje. A pse shkoi atje? Po. Shkoj dhe në Lezhë. A, ka shkuar në Lezhë. Edhe të Skënderbeu, dakor. Kjo është mirë. Dakor, mos ka rëndësi. Po nuk është diçka, do thotë pasojat e një akti të tillë janë totalisht anekdotike. Janë Ali Hoxha, Hoxha Liu. Apo fërkon duar tani Rama sipas teje, Sebastian thotë, nuk pyes edhe miqtë mi. Jo, nuk besoj. Megjithatë unë mendoj që Shqipëria tani por më me gjuhë drunj tani. Pse besoni valla? Unë po të isha. Unë besoj me ata sepse nuk i duhet. Një qeveri në Kosovë pa Albin Kurtin do t'i përshtatej më mirë Edi Ramës. Kjo dihet. Po atëre? Por Edi Rama nuk është i çmendur dhe e di që qeveri pa Albin Kurtin nuk mund të ketë, sepse nuk mund të ketë qeveri
pa fituesi me 43%. Kështu që qeveria do jetë me Albin Kurti. Mund të fërkoj duart njeri kur e shef që rivali i tij është në krizë. I ka humbë zhetonat, il a utilisé tous les jetons për Kosovën. Rama i ka konsumu gjitha karta që i kishtë edhe s'po them u demasku, po i mbylli lojen, në fakt, doli nga fusha. U fut në fush para kohën, ndoshta në Kosovë me Serbinë, me ato ide që i kishtë absurde, dhe u dogj. Dhe tash I thonë ka ma si kartë, Rama për të duhet Kosovë. S'ka mo. Çdo tentativë që ai do çdo ide e tij që do rikthej nga Kosova, ai ka kuptuar këtë gjë. Dhe as që provon. Kështu që më merr mendja mu që Edi Rama, pavarësisht çka ndodh në Kosovë, ai për qefin e tij nuk do ta shihet Albin Kurtin aty. Pra, atëherë i fërkon duart. Por është dorëzu. Në një farë formë është dorëzu, Albin Kurti është më solid në shumë aspekte, në përfaqësim, në legjitimitet, në konsolidim si funksionim shtetëror, edhe në përkraje. Pavarësisht se unë jam I fërkon duart? Aristotelian në qendrimin. I fërkon duart? Në këtë rast do të them që Rama i fërkon duart. I fërkon duart. Dhe thuaj pse? Dhe i fërkon duart sepse, siç na ka thënë dhe unë do i qëndroj linjës së mendimit që thash pak më përpara, filozofit Friedrich Nietzsche dhe të tezës së tij të vullnetit për pushtet. Ai ka një shprehje për mendimin tim është epike, tek si filozofohet me Çekiç ose shembja e idhullëve, dhe ai thotë një shprehje në cilën citon, nëse pafytyrësia thotë nuk merr pjesën e vet, nuk ka sukses. Dhe këtë lloj karte më së miri ditë ta luajë Edi Rama. Një precedent ishte rasti që ne përmendëm pjesën e parë të emisionit. Pra për të arritur kompromisin politik, për të dalë si një lider më i qëndrueshëm, i cili negocion më mirë me ndërkombëtarët, është një figurë e cila krijon më neutral. Sepse do ta shikojmë në lidhjen e qasjes kontekstualiste. Pra në varësi të kontekstit çfarë forme merr ideja, qëndrimi, sjellja politike. Dhe Rama është tërësisht kontekstualist. Rama e kupton që për shkak të faktorit ndërkombëtar dhe qëndrimit tim Albin Kurtin, dhe përmendim këtu deklaratën e Grenellit, faktorit amerikan, pavarësisht se Kurti ka qenë le ta themi diplomatikisht korrekt. Pavarësisht se ndërkombëtarët nuk ja kërkojnë asnjëherë Ramës, që të sillet kështu. Po ai e bën, ai anticipon. Ai është vullnetar. I anticip. Po, që thash pak më përpara, Rama e kupton shumë mirë atë princip. Pafytyrësia do të marrë pjesën e vet, nëse do të qëndrojë në lojë. Dhe unë mendoj që ka edhe një shembull nga i cili ai i merr këto lloj qëndrimesh politike. Për mendimin tim, Rama mundohet të kopjojë deri diku Erdoganin. Erdogani për shembull ka përplasje me liderët e botës arabe, sepse kush do jetë kalifi i gjithë muslimanëve. Si deri diku më bu. Ose imiton pothuajse po. Po ta vëmë, Erdogani ka përplasje me të gjithë liderët e botës arabe se kush është përfaqësuesi ose kalifi i gjithë muslimanëve në botë. Rama mundohet ta luajë Erdoganin në një lojë ose në një skemë më të vogël. Nuk ka rëndësi, parimi është i njëjtë. Parimi është i njëjtë. Pra kush është lideri i shqiptarëve në Shqipëri, në Kosovë, Maqedoni, Malzi, dhe e kemi vënë re që mundohet ta luajë këtë lojë gjithmonë për të joshur ose si kartë për të qenë i pranueshëm në faktorin ndërkombëtar. Në tryezën e madhe. Dhe gjithmonë, dhe këtu dua ta mbyll analizën time, liderët të cilët janë si Edi Rama, gjithmonë i kanë shitur interesat kombëtare për të kënaqur faktorin ndërkombëtar. Ky është problemi. Para se ja Flogertit fjalën tani, për të marrë vesh se si e mendon Flogerit të punë, Flogert pyetja është, kjo i tha Marsidi dhe Neziri që tha Rama, pra pasi më thuash i fërkon duart apo jo, Neziri në analizën e tij tha Rama i ka mbaruar kartat me Kosovën. Ka kry punë, do të thonë nuk hyn dot më. Ka tentu, ka dështu. Një informacion, në 2022-shin, një ulumtim në opinionin publik Kosovë realizuar Gazeta Blitz, një ulumtim në opinionin publik Kosovë realizuar nga PIPOS, PIPOS, rezulton se politikani më i duhur në Shqipëri është kryeministri aktual Edi Rama, me që matjet me mendimet e qytetarëve ka për shifrën 20%. 20%. 20%. Këtu është një lëmsh tani se më ka dërguar me shifra dhe nuk kuptohet mirë, 20.50% s'merret vesh. Është reagimi 20% është reagimi qytetarëve kosovar me nuk e di, ose ka refuzuar të japin në vendin e tyre. Thot Klan Kosova me 15.90% perceptimi i qytetarëve kosovar ka qenë për Sali Berishën, ndërsa 7.50% për Ilir Metën. Klan Kosova? 7.20% mendonin për Pandali Majkon, 5% kanë shprehur mendim për Lulbashën, si dhe ndonjë opsion tjetër shprehen 3%. Pra në 2022 është bërë kjo në Gazeta Blitz. Besoj e keni parë të sondazh? Pra Rama del prapë i pari atje. Kosova janë manipuluar. Jo, më jashtë. Po si ka gjasa që Sali Berisha del në Kosovë 15%? Për që atëherë nuk ka më sondazhe, më thonë. Pra,
Kjo është e vjetër, pra duhet këndryshuar se kjo është e vjetër, 2022-shin. Tani është shumë interesant të kishim një sondazh Kosovë. Po do doni të kishit lider, vëlla. Është shumë interesante. Ata tani po mendojnë dhe për komin kosovar, kështu që Kush ata? shqiptarët e Kosovës. Shkuptim. Teza kryesore sot që po qarkullon dhe është kthyer në një lloj trendi Që jam kosovar, nuk jam shqiptar i Kosovës. që po, edhe Po mirë, se kanë keq. fatkeqësia është që Se janë kanë keq, njerëz se jo. Qani ka vendos më... Unë kam kaq kohë që e them. janë njerëz shumë afër zotit Kurti, po s'ka Tani, i fërkon dua drama, sepse këtu Marsiti tha po, ndërsa dy zotrin që ke përballë thanë jo. I fërkon, por për arsye tjetër. I fërkon sepse tani do ketë përballë ose përballë në tavolinën e diskutimeve, më the thash, një Albin shumë më dobët. Një Albin, po 10% janë shumë, mendoj unë rënje. Apo? Nga 51. Qëndron si logjik, po. Ndërkohë që duhet pres konfirmimin e tij. Kancelari Gjerman ka 28%. Më fal, në qoftë se ai kancelari nga 28, Edhe kjo qëndron. 22.3. Edhe kjo qëndron, bravo. fal, Albin Kurti ka qenë 51%? Mirë, ai në raport me vete ka rënë, në raport vete ka rënë. Po me këtë do ta bëjmë raportin. Hajde e bëjmë me Arlin Qorin këtu dhe del Albini shumë lart. Është 36%. Tani me atë, po pra, Nese, në momentin që bëjnë qeverim në koalicion, o Flogert. dakord, po është i dobët pra. Është i dobët edhe në pritshmëritë e tij. Okej, Pra, kjo është dobësia e Albinit nesër me qeverinë e tij që do e ketë të diktuar nga një Ilir Meta atje, pra nga një kingmaker le të themi, për Edi Ramën sigurisht që është një moment i volitshëm, sepse do ketë më shumë fuqi Rama tek ata të vegjëlit që do ketë Albini poshtë, deri dje s'kishte nevojë. S'ka as arsye ta kërkoj atë fuqi. Edi Rama duhet këtë sjellje korrekte dhe ndihmuese ndaj Kosovës. Edi Rama, pavarësisht kush është aty. Më dëgjoj mua, Edi Rama, në qoftë se ka disa që duhet ankohen për Edi Ramën, jemi ne këtu, jo ju. Ne këtu miku im, vuajmë për ditë vendimet e Edi Ramës, më dëgjoj mua. Vuajmë për ditë vendimet e Edi Ramës. Ne kemi 100 vjet që vajtojmë vuajmë për Shqipërinë. Mirë. Pavarësisht asaj. Kjo është klishe pastaj. Po, jo s'është klishe. Të mund ta mendosh ti, po klishe nuk është. Po mirë, dakord, po ma lër ta shijoj me profesorin. Sepse tu të kam çdo javë. Klishe mos e klishe nuk është. Na fal Seb. Tani, profesor, këtu ne dimi gjë që Edi Rama dhe Albin Kurti janë ato karaktere që janë, por Edi Ramës ja vuajmë ne pasojat, ju ja vuani Albin. Jo, edhe ne Edi Ramës. Pra, ju Albinit më fal. Dalimi është që Shqipëria nuk ja vuan pasojat. Ju Albinit, Kosova ja vuan ende sot pasojat. Ju Albinit i vuani pasojat që do ju kthente eshtrat e të vdekurve. Do merrte dëmshpërblimet e luftës. Nuk do zbatonte marrëveshjet. Të gjitha këto që kishte thënë që do merrte njëjën e Serbisë. Këto pasoje ja vuan ju Albinit, nuk ja vuajmë ne, që t'jemi sinqert. Edhe pse nuk është momenti që unë tani të filloj të bëj patriotin se e bëj në mënyrë perfekte, po është për mua kur e bën para kamerave është e s'po e them fjalë. Është pak e neveritshme. Është e neveritshme komplet, jo pak. Kështu që në këtë kuptim, secila palë në kuptimin direkt ja vuajmë kryeministrave respektiv. Ajo që pastaj unë nuk pajtohem me ju, është që i jep një Edi Ramës një fuqi që nuk e ka. Pra, na duhet një armik pa tjetër, dhe armikun e kemi Matan Kufirit ande nga Mitrovica që është Vučić, dhe Matan Kuksit që është Rama. Dhe ky është problemi që ju keni. Nuk e keni problemin me Edi Ramën, ju problemin e dini me kë e keni. Po ai me cilin ju keni problemin është aq i madh, sa nuk keni guxim t'i thoni emrin. Kush është më? Janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pse problemi Amerikës? Dhe këta tani çka kanë bërë, nuk i bien dot Gomarit, i bien Samarit. I Shtetet e Bashkuara, ministrat e kaluar. Kjo do jetë mosdi. Unë nuk e di. Pritshmërit janë të jetë mosdi. Mirë, pritshmërit. Deri tani s'ka asgjë. Mos i Edi Rama. Edi Rama thoni ju me gjithë respektin. Edi Rama e mbylla. Edi Rama thoni ju, ishte ai që kishte projektin për ndarjen e Kosovës. Come on. Lutem. Jo, e ka mbështetur. Se kjo është domethënë Po tani që Ramsi atë e thoshte në përëdhëmbë, kisha frikë ta thoshte publikisht, që të dim.
Shikoni, Ramsi. Pa ishte shikoni me krejt respektin, unë kam qef t'jem preciz në fjallën publike, edhe në termat, leksikun që përdori në komunikim, edhe me aq sa mundem. Dhe për vakit politike, ndodhit politike që lidhen në cilat gjendën Kosova dhe Shqipëria, ndi vetën komod kur flasë. Kur them unë, marë përgjësi tash dhe si deputet, marë përgjësi, unë ja du të mirë edhe Edi Ramës e Shqipërisë. Por unë analizoj veprimin e çdo lideri që lidhet direkt ose indirekt me Kosovën. Se hallë kam Kosovën dhe hallë kam faktorizimin e shqiptarëve në Ballkan. Sigur se kam hallë prezencën amerikane në Kosovë dhe në Evropë. Se pa atë prezencë, ne do i kemi punë të paketë. Eksakt. Tash, nëse kur t'i analizojmë liderët që merren me Kosovën, si që mërë një mend Edi Rama, atër matet ndikimi i atij veprimi. Çfarë ka në dorë Edi Rama? Nuk ka ndorë shumë gjë. Por, Ka asgjë, konkretisht, asgjë, shiko, asgjë, fakt. konkretisht, kur Edi Rama, për shembull, mbështet iniciativën serbe të Ballkanit të hapur dhe e qorton 1 orë e gjys konferencë për shtyp Kosovën. Amerikanët e mbështetën Ballkanin? Jo, veç pak. Po Amerikanë është Amerikan, zelandez është zelandez. Ky është Amerikan që e Por kemi unë po flas për një shqiptar. Po, Seb, sa po e thash Unë po flas për këtë shqiptarin. është i neveritshëm. Mos e bëjmë me njëri tjetrin Po se pse i qesh nuk te je Amerikan? shqiptar më i mirë se unë. Po jo mos është Jemi punë, minimalisht puna. në lloj. Ama vetëm për këtë mos u zini. Veç Jo, po kjo është Aman. E kuptoj, idiotësi. veç ta mbyll, veç ta Vetëm për këtë mos u mbyll. zini. Po jo pra këtë po thotë që Veç ta mbyll, të janë kemi gjëra- amerikan. Janë gjëra që dihen. Shqiptari që Janë gjëra që dihen. Janë gjëra që dihen janë evidente. Po. Kur Edi Rama në konferencë për shtyp, i vërsulet Kosovës, thot fajtor është Kosova, që nuk po na bashkohet. Që nuk po na bashkohet këtë iniciativë, normalisht që e defaktorizon Kosovën. Strategjia pan-serbe në Ballkan ka më shumë se 1 shekull që synon që hallet e shqiptarëve të mbetur jashtë Shqipërisë ti diskutojnë me Tiranë. Jo, Veç pak se kjo ka rrjedhë. Po jo, po ecim mbi premisën që Jo, shiko- Open Balkan ishte projekti pan-serbisë, Jo, Serbi jo, madhe. diçka tjetër. Tu pastaj konkluzioni Jo, jo. del ashtu siç thotë ky, unë nuk e mendoj ashtu. Jo, diçka tjetër du të them. Jo, diçka veç Nuk është ide dëgjoni e me Serbisë vëmendje. madhe. Jo, dëgjoni me vëmendje. Se ajo Ideja që është projekt Soros i Italit. projekti i Serbisë. Sorosi me kë është. Strategjia Është miki synime strategjike serbe në Ballkan, sa i përket popullit shqiptar, që ata konsiderojnë si armikun e parë dhe kryesorin përballë, ka qenë gjithmonë që të eklipsohen shqiptarët që janë qujtë në atë kohë të ish Jugosllavisë, duke fol me Tiranën. Do thotë, në momentin kur Shqipëria thot, unë jam përgjegjëse për shqiptarët jashtë trojeve të mia, atëherë e suprimon Kosovën si shtet. Nevojen për shqiptarët jashtë Shqipërisë që ta kenë një shtet, ose të kenë autonomi, ose të kenë organizim bazë të lirive që ju takojnë. Ëndra Serbisë ka qenë kjo. Kur Edi Rama, në momentin kur Kosova veç është shtet, GND-ja thot mendimin, njët nga 115 shtete, është në rrugën e integrimit. Edi Rama shkon në Beograd. Edi Rama shkon jo në Beograd. Quhet ajo, nuk quhet ajo. Ajo ishte patriotizëm koti. Ishte Këto tjerat janë veprime konkrete. Edi Rama del dhe Patriotizëm thotë, kot. Kosova duhet i bashkohet kësaj iniciative, sepse kështu si qështë. Pa njoft Serbia, me fusnota me ato gjitha, sepse na duhet neve bashkëpunim ekonomik. A dini ju që asë një gjë sot nuk e pengon bashkëpunim ekonomik me Serbisë dhe Shqipërisë? Absolutisht asë një gjë. Pse s'ndodh? Pse s'ndodh? Ore, pse nuk ishen kufit? Ato, pse nuk ishen? Ishte absurditet ajo. Jetojmë një ishull. Konkretisht. Jetojmë një ishull ne apo një kontinent dhe në ka organizma ndërkombëtare. Konkretisht, veç një dy elemente, se janë faktuale. Kur Edi Rama në Tiranë bën konferencë për shtyp dhe prezanton statut për komunat me shumicë serbe në Kosovë, po e dit as ku gjenden ato saksisht. Kjo është një absurd tjetër, një lloj tjetër. Kur i njëjti person këtu prezanton, propozon, veç pak, kur i njëjti person këtu, nga i cili Kosova pret që ta mbron edhe nëse humb diçka, Shqipëria, del thot duhet të organizohet një konferencë ndërkombëtare për Kosovën. A di sa do të thot kjo?
Kjo do të thotë që ti nisësh nga ti e përbretëson faktin se Kosova është pa status. Se duhet pa e gjitha nga fillimi. Sikur të ishte Kashmir Kosova. Je kaos total aty. Po, hajde diskutojmë me Indinë dhe me Pakistanin. Çfarë po bëjmë me Kashmir? Është perverse shumë, është perverse kur e mendon. Gjitha këto kanë zonë, jo, po këto kanë shku në gjitha kancelarit pastaj. Dhe këto e kanë bërë Albin Kurtin dhe Kosovën të dalin si destruktiv. Ne kemi një lider shqiptar që është neutral, që është newzelandez. Dhe e luan ashtu. Dhe Albin Kurti kërkon shtet fort pa Serbi brenda. Kuptua tani. Ora, përse e bën Ramsi këtë, mos sepse kjo është pyetje. Tani vendi Marsit më Dalë më jo, do të jap ty fjalë. Po prandaj u bë mirë që dështuan gjitha këto, sepse kanë qenë gjitha absurde, dhe u bë shumë mirë që Albin Kurti pa qasje tjetër dhe e riktheu kontrollin atje ku ishte nevoja. Ti thua Albini meriton një big up të paparë? Absolutisht, aplauz, big up papam. Sepse jo, ti thua meriton një big up për kuptimin e rezistencës thua ti që i ka bërë kësaj. Po ti ishe kryeministër tjetër, me siguri do ja kishte pa sherrin më shumë Kosova. Absolutisht. Në këtë kuptim. Po të kishte pranu ide tilla, ose po të ishte konfrontu në një mënyrë tjetër, do pëson të Kosova shumë më shumë. Floger, qa kishte tani me këtë? Mua mu duke, qëndronte të gjitha tezët që tha... Po në momentin që merë narrativën që Rama kushtari Vučićit, pa tjetër. Nuk thash ashtu. Arsyet, ai do të qitet neutral, evropian, pan-balkanik. Po pra, thelbi prostorit është që Rama i shërben tezave Rama i shërben tezave pan-serbe. Absolutisht po, me ose pa vedije. Ushtari Vučićit, ja, kur del një litër nga Shqipëria dhe na sqaron Serbi neve të Kosovës, është kjo është nisja absurde. Veç kjo është absurde. Profesor, nga kjo premis nisja absurditeti. Ndërsa unë them që edhe si kur e di Rama tjetë me gjitha ato zezat që thua ti. Nuk janë të zezat të mosdoshmërisht ato më. Jo, jo, zeza i quaj unë do i quaj e të zeza. Por nuk janë të zeza, është një mënyrë e ti për politikë për të rajon. Ai mendon se është e duhur. Ai mendon se është e duhur, por ne nuk e paragjykojmë Ramën. O vlla, për mua dhe unë mendoj që nuk janë favorin e Kosovës. Mendon që këto veprime politike e ushqejnë fuqinë e tij politike. Po ma jep të drejta të vendimit. Po jo mbi mua, më. Po su vendosa mbi ty. Atë futulën poshtë unë. Po jo më theori, ngritë edhe më lart. Po flas pas se kisha i debat me profesorin, pse do të ikësh? Në preva unë. Do futemi edhe në çfarë debat, apo do që të lejmë klasën e shpërfaqësuar? E drejton maestroja. Ne thjesht maestro të lutem vetëm mos e zgjat shumë, sepse unë lash me qëllim se kemi të ftuar special. Nuk e zgjas fare unë, po vetëm mos më ndihni. Ti si i shtëpisë që je vlla, do të jesh më koncis tani. Ku e ke polemikën me profesorin? Polemikën e kam me premisën. Pra, premisën e sqaruar. E dyta, premisa ime është kjo, që Edi Rama nuk është i fuqishëm të bëjë ato dhe eventualisht nuk ka bërë asgjë tjetër, veç se ka mbështetur publikisht çdo qëndrim të aleatëve tanë, Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kaq ka bërë Edi Rama. Edi Rama ka thënë, nëse ata që bombarduan Beogradin mendojnë kështu, unë mendoj si ata. E para dhe e dyta. Amerika ishte kundër, Amerika na tha, lejoni zgjedhjet serbe në veri. Albini. Një javë pasi Albin Kurti nuk i leja ato, e njëjta Amerikë tha, shumë mirë. Po pra, tani. Kosova është vend Albini ka thënë. Dhe mirë, vendosni si tjetër. I nderuar profesor, po pra. Kurti ka thënë nga ana tjetër që do kthej trup kockat, do kthej dëmshpërblimet, nuk do zbatoj marrëveshjen e energjisë që po e zbaton pik për pik. Zonën rreth manastirit Deçanit ja ka njohur manastirit. Po pra. Një lloj siç kanë bërë. Ato ishin lëshu nga ata ish pushtetarët. Pse, po duhet të them, pse këto që ka bërë Rama i shërben Vučićit dhe gjitha këto tjera që ka bërë Albini nuk i shërben Vučićit. Se nuk janë të dy argat Vučićit, po njëri është e tjetri s'është. Se këta janë o të dy argat, o të dy në hesap tyre, jo me Vučićit. Pyetja qëndron, përgjigje, dhe pastaj do jap Marsitit dhe Sebastianit. Tereni flet. Albin Kurti... Se nuk është argat dhe Kurti, qofse është Rama? Se Albin Kurti me veprimet publike që ka bërë këto 3 vitet e fundit sidomos, përkitazi në lidhje me Serbin, tregojnë që Serbia, Kosova është ripozicionu për balë Serbisë, si në dialog, si në veri, si brenda, si në Prishtinë, si në jug, dhe Serbia është defaktorizu në Kosovë. Edhe duke janë djek banda dhe kriminalet nga territori. Sidomos pas Baskën. Edhe duke ja çmontu komplet institucionet paralele dhe arkitekturën shtetërore serbe brenda Kosovës me letra. Vetëm e bëri Kosova këtu?
Kosova e bëri kryesisht vetëm dhe në konfrontim, pa koordinim, me koordinim, u bë. Dhe tash, kur u arrit kjo, të njëjtit që bërtisnin, duhet koordinim, do të thonë, në rregull është. Qa thanë tash para një muaj Bashkimi Evropian, kur Serbia u rreshtua kundër Kosovës? Përballojmë ushtarakisht edhe Serbinë, se Jo, ne... do ishte mashtrimi më i madh publik. Jo, ne e përballuam Serbinë, nuk do ta bënin vetëm, por ne i dolëm Serbisë edhe pa pas shtetan. Thuaj shoqyr që ekzistojnë Kryeministri i ri, aleatët. kryeministri i ri i Serbisë, kur u zgjat ky? Pardje. U zgjat Pardje. Si e ka emrin? Apo kush e di emrin? Në gjë me vit mbrapa do të jetë. Se të pyeta ti Është endokrinolog. Ti flet serbisht? Jo. Kryeministri i ri i Serbisë, si e ka emrin Sebastian? Është endokrinolog doktor, po emrat nuk e di. Endokrinolog. Po. Endokrinolog do të sqaruar janë ata që merren me venat apo ngatrojnë. Endokrinologu çfarë është? Nuk e di. Çfarë është, ja ti them publikut na ndihmoj. Endokrinolog. Ky është endokrinolog, ka formuar kabinetin e ri, kabineti i ri ka Po thuajse pritet, more vetë çka ka thënë Deronata. Hormonet, Që ka thënë? me hormonet. Jo, s'ka lidhje. Jo, nuk ka lidhje. Po e lexova Qa ka thënë? Me hormonet ka lidhje. Mi se ngatrojnë. Ka thënë do ta kërkojmë sërish Kosovën është territori ynë. Po e kanë kushtetutat. Me studimin e gjendrave që prodhojnë hormone, me çrregullimet hormonale. Po çrregullim hormonal, dakor. Sa për Që ka vetë i shregullume. Tani e thash sa për kontekst. Një sekond. Dhe po Sebastian, dhe është vendosur një ministër shqiptar në Serbi të quhet Demo Berisha. Berisha, i cili është për minoritet. Nifet që mban qendrim kundër Kosovës dhe Po, Ne jemi në kuadrin e një të folure nga dy aspekte shumë fatkeqe, që e kemi shpesh herë. Ju kujtoj që kemi vetëm 9 minuta kohë dispozicion dhe mbyllet. Jemi nga e folura si pafuqi dhe nga e folura si dobësi. Nga e folura si pafuqi, pafuqishëm, ne nuk do të kishim bërë asnjëherë as luftën e UÇK-s dhe asnjë lloj lufte tjetër. Nga e folura si dobësi, ne jemi ata cilët nuk kërkojmë asnjëherë diçka, sepse mendojmë se ky tjetri do të na marrë inat nëse ne kërkojmë diçka. Ësakt. Në këtë aspekt, një nga arsyet pse unë jam me vetëvendosjen si parim, jo me Albin Kurtin, sepse nuk pëlqejnë personat të cilët, le të themi, e izolojnë apo mundohen të jenë të parë gjithçka e tjerë. Do ta votoja Kurtin për kryeministër, por vetëvendosjen e dua si koncept. Është koncept primar, pra, kjo më pëlqen. Për të folur jo nga pozitat e dobësisë dhe jo nga pozitat e pafuqisë. Ne kemi një ligjërim pafuqie që e mbajmë gjithkohë. Kush ne kur thua ne do t'i ndajmë se tani ka palë këtu valla. Këtu ne kur thua ne për ke fjalën. 90% e shqiptarëve. E do Amerika. Të Shqipërisë. Po, të Shqipërisë dhe të Kosovës. Më fol për ata që vendosin për faktorët, leri shqiptarët. Po pra sepse Rama flet nga pozitat e pafuqisë dhe ata të cilët duan Ramën flasit nga pozitat e pafuqisë dhe të dobësisë. Pra është njësoj si në një sallon. Ti të dëgjosh dikë i cili thotë që ne do të bëjmë këtë për çështjen shqiptare dhe ti të marrësh me avancje të marrësh mikrofonin për të thënë se çfarë do të ndodhë. Për shembull, Ballkani i hapur. Çfarë i duhej kryeministrit Edi Rama në Novi Sad ta paraqes Kurtin faktor destabiliteti? Ti mund të kesh kundërshti shumë të mëdha me Kurtin, po nuk mund ta paraqesësh Kosovën faktor destabiliteti. Unë me këtë hapa këtë debat pra. Këta të dy nuk onë tot. Ndoshta Rama nuk ka Kurti dhe Kurti ndoshta më kur Serbia vazhdon ta ketë kushtetutë gjithë Kosovën. Po pra, tani e dyta, si mund të shkosh ti si kryeministër dhe thuash veriu i Kosovës është no man's land? Pse? Sepse no man's land për ne që zdim anglisht do thotë tokë askujt. Tokë askujt. Pra, kupto se nga çfarë pafuqie flet një personazh i këtill. Pra një personazh në një territor që drejton një shtet si kryeministri, i cili e di se çfarë fuqie ka policia, shërbimi sekret dhe ushtria, dhe thot në një territor ka 3 banda dhe 2 terroristë, kështu që është i pafuqishëm shteti për të shkuar te këto 2 banda dhe 2 terroristë. Pra, kupton se nuk arrit ta kuptoj. Një premis si ajo që tha. Pra, kjo është konferencë ndërkombëtare. Po pra, kjo është pafuqia, kjo është pafuqia që ne e marrim gjithë kohës dhe pastaj ne shtrojmë të gjithë diskurin tonë. Ndërkohë ai fiton pikë. Ai ndërkohë fiton pikë diku tjetër. Po, faktorizohet. Sepse e gjithë, sepse ka 2 linja. Mbyllë sepse do jap Marsidis. Për ta mbyllur. Ka 2 linja. Rama i përmbahet linjës së Enver Hoxhës. Linja e Enver Hoxhës është linja serbo-malazeze. Ka dhe një linjë tjetër ballkanike që është kroato-slovene. Aksi i NATO-s, Gjermani, SBA, është ne me Kroacinë dhe me Kosovën. Rama unë nuk e di pse bie gjithmonë në linjën e Enver Hoxhës që është gjithmonë
o me serbo-malazezët për të shkuar... Me Kroacinë lidhën një marrëveshje Ministrit e Mbrojtjes. Të nuk arrita kuptoj këtë lloj gjëje. Mos doshta nisë nga parimi që marrëveshjet dhe, se thuash, rregullimi i marrëdhënieve duhet bërë me armiqt më shumë se sa me miqt? Diplomacia Pa heq dorë nga kërkesë. bëhet me armiqt. Pa lëshu. Pa lëshu kërkesë. Pa bërë koncesionet pa Diplomacia bëhet nevojë. gjithmonë me armiqt. Ne duhet kemi marrëdhënie sa më të mira me serbët. Ne do t'i kemi aty fqinj. Po këtë janë fjalë përgjithshme, ai po e bën ndërkohë. Jo, Rama, prandaj është një hap para. është gjë tjetër ta bësh dhe është gjë tjetër të ndërtosh ura komunikimi. Të ndërtosh ura komunikimi, të flasësh, të diskutosh dhe të shtrosh çështje për të zgjidhur, është gjë e domosdoshme mes shqiptarëve dhe serbëve. Por hapi i parë për të shkuar te kjo pikë është njohja e pavarësisë Kosovës. Nuk të, po ai nuk ka munduar ndonjëherë njohjen apo? Po në qofse ti thua që ky është faktor destabiliteti, në qofse ti thua që Ballkani i hapur është projekti suksesshëm, në qofse ti më thua mua që veriu i Kosovës është no man's land. Kosova mund të rikë kështu siç është, s'është pengesë mos njohur. Në qofse ti thua që unë do të bëj një ofertë pa kërkuar për asociacionin kur ky do ta di se vetë se si ta zgjidh asociacionin, tani në qofse kjo në mos qoftë në një me vështësi, nuk po dua t'i them diçka tjetër. Kjo e eklipson edhe udhëheqësi legjitime të Kosovës. Në vjen mesazh shumë i thjeshtë. Thedi se si në veri, në rregull. Në vjen mesazh me që përmendi Flogerti. Si ka mundësi ndërkohë thot, për të dhënë kontekstin për ta, pse nuk e përmend thot për shembull zoti Rama thot marrëveshjen ushtarake me Kosovën dhe Kroacinë thot, s'ka fol asnjëherë. E donte apo ja ka kurrëzuar tjetër kusht? Sepse Rama është linjë malazezo-serbe. Nësa Kurti ka folur. Kjo marrëveshje ishte shumë Kroato, dhe linja gjermanike. Se s'ka programa është puna, nuk po merrem. Po pra, sepse linja gjermanike për të prerë vijën slave dhe vijën ruse në Ballkan, që është Shqipëria, që është koridori Adriatikut dhe Jonian, që nis nga Greqia, ngjitet në Shqipëri, shkon në Kosovë, shkon në Kroaci, del në Sloveni, shkon në Austri dhe vjen në Berlin. Ky është korridori që do të përvijohet në 20-30 vitet e ardhshme. Jam dakord Sebastian, po kujto. Rama është që do të Rama sa po bëri marrëveshjen e Vučićin për atë vëlla, për thuaje. Rama për është baterive, si quhet? Litium. Për litium. Ai është korridor tjetër. Rama nuk është korridori, por jo, të kam fjalën që këto aleanca që thua ti nuk janë që janë njëre mirë të mbyllura kështu. Janë dinamike, ndryshojnë. Ky është një korridor, po nuk ndryshon dot kaq kollaj. Ky është një korridor. Nëse, ky është një debat tani që s'mund ta bëjmë tani. Kjo është geopolitikë më e madhe, kishim bërë tjetër. Pikërisht, në linjën ballkanike, kroato-slovene apo serbo-malazeze, kryeministri Edi Rama është i linjës serbo-malazeze. Serbo-malazeze. Dakor. Unë si Enver Hoxha. Tani Marsit, fjala jote dhe do e mbyll me të ftuarin tim special sonte me Nezir Krakin. Deputet i sapo zgjedhur i Kuvendit Kosovës, zëja zotëri. A është aftësi politike të çesës interesa për të kuptuar qëndrimin e Ramës, të Kurtit e të kujdo lideri politik? E dyta, ku dallohet lideri i cili synon ose lufton për interesat e vendet vet? Ai që thjesht i ka deklarative, pra bën deklarata ku dëgjon, siç ishte në Serbi dikur Rama tha Kosova është e pavarur, apo ai që ka veprime politike, që shoqërojnë akte politike që shoqërojnë diskursin e vet. Dhe në gjitha këto vitet aktivitetit politik të Edi Ramës si kryeministër dhe të Kurtit, i vetmi indikator matës për të kuptuar është veprimet e kujt ose bashkëveprimi të dyve, kush janë veprimet që kanë ndryshuar gjendje, që kanë ndryshuar gjendjen e shteteve përkatëse, Kosovës, Shqipërisë, dhe si kanë ndikuar këto veprime në raport me vendet e tjera. Dhe në fund kush ka përfituar nga veprimet e tyre? Kush ka përfituar? Unë nuk shoh personalisht ndonjë përfitim të madh, qoftë shtetit shqiptar, qoftë shtetit Kosovës, qoftë gjithë shqiptarëve nga veprimet e Ramës. Janë veprime të cilat në aspektin deklarativ duken hiperbolike, të fryra, kurse në aspektin e real politikës nuk kanë sjellë asnjë interes. Përveç se janë lojra, në cilat kur nuk kam si e fsheh bëj rolin që e tha Amerika dhe kështu do të bëjmë se këta kemi partner, jam dakord që Kosova do ekzistonte po mos ishte ndryra Amerikës. Paqja dhe stabiliteti në Ballkan nuk do ekzistonte po mos jenë ndërkombëtarët. Po ama, a ka ndonjë moment që duhet marrësh dhe ti vet aktin politik? Për shembull, profesori Sametdin Feraj ka një libër shumë të mirë, i cili quhet E pa filozofora, dhe ai thotë këtë gjë. Gjithmonë ne jemi përgjigjur pyetjes me pyetje. Pra, pse ndodh kjo gjendje në shtetin e Kosovës, shtetin shqiptar dhe në raportin gjeopolitik? Jemi dobët. Pa i thotë kjo s'është përgjigje. Kjo është pyetje. Pra pse jemi dobët? Ky është problemi. Ora pse jemi dobët? Pse nuk arrim ne që në mënyrën e bashkëveprimit bilateral midis Kosovës dhe Shqipërisë kemi një zë, në unitet. Ke përgjigjen ti? Në unison. E ke përgjigjen? Po, e kam përgjigjen. Cila është? Egoja politike.
Ti thua, këtu fillon me mbaron Tu gjithçka. fillon mbaron gjithçka, sepse askush nuk te kalon interesin personal për të bivendosur qoftë interesat e shtetas vetë dhe të vendit vet, ose qoftë edhe bashkëveprimin politik me ide që mund ngelin një. Dhe ky është problemi i madh. Po ç'na mëson antikiteti, ka ndodhur ndonjëherë? Antikiteti na mëson këtë gjë. Aristoteli ka thënë qartë se si duhet të jetë modeli i atij që quhet lideri dhe atë të cilin ai mësoi dhe implementoi dhe dishepullit vet Aleksandër. Po. Aristoteli gjithmonë ka folur për etikën e virtytit, të cilën e ka edhe një vepër, traktat, i cili quhet edhe etika nikomaane, në cilën thotë nëse sjellja politike nuk udhëhiqet nga virtyti, ose eudaimonia, që e quajnë atë kohë, që është veprimi i cili prodhon lumturi dhe është në përputhje me vlerat morale dhe etike, atëherë kjo gjë nuk ka asnjë pasojë e cila do i shërbej polisit, qytetit. Se në fund çfarë është polisi? Është bashkëveprimi i gjithë i shumatorës të gjithë individëve që jetojnë në shoqëri, që luftojnë interesat të gjithë secilit, pra në kuptimin sa përfiton i gjithë polisi. Në qoftë se kjo pasaj sjell që përfitimi nuk e ka më shoqëria, pra polisi, po e ka lideri, janë ato tre forma të cilat pasaj si thuash denigrohen ose bien. Pra bie monarkia dhe përfundon tirani, bie aristokracia përfundon në oligarki dhe bie republika ose demokracia në një demokraci të rëndomt në cilën ata që vendosin nuk e kanë vlerën etike të virtytit. Në këtë kuptim, për ta përfunduar, unë mendoj që i vetëm indikator matës, pavarësisht relativizimeve që mundohen të bëhen, neutralizimit e ku dëgjon bivendosjes të argumenteve është shumë e thjeshtë peshore matëse. Kanë sjellë interes dhe kanë sjellë interes ekonomik, interes shtetëror, interes ligjor dhe interes geopolitik funditës. Gjitha veprimet. I lën këto shfaqjet e shohet me stadiume, me kamura. Pra, ç'na sollën shpinë funditës? Çfarë na sollën? Do vjen një lajm. Çfarë na sollën shpinë funditës? Ja 2000 vjet më përpara kemi pasur Teutën. Prisën erdhi një lajm Kosogerti, një sekondë. Dhe jo, nuk është lajm. Po pse tani erdhi një lajm? Është super lajm. Ore, shpesë e mbyllëm. Jo, kanë dalë disa biseda të ministrit Elbert Krasniqi me Albin Kurtin. Të ministrit aktual të Albinit. Po, ku janë të djeshme këto. Po të djeshme. Po tani na i thotë të mbyllëm emisionin. Po pra po, dhe e bukura është që ky thot praktikisht që 4 votat e listës serbe të Vučićit do votojnë, domethënë i kemi në xhep tani më. Po mirë edhe? Dhe jo, po ideja është që po të hymë në këtë llogoren e kësaj narrative të neveritshme, që është agent i këtij ky apo ai, i bi që të bëjmë agent dhe argat të gjithë, po jo pra, kjo predispozita jon. Ore puna është veprimi jot. Çfarë prodhon veprimi? Për të mbajtur profit me krim. Po ç'a veprimi, po ç'a fuqie, po ç'a këto ore, kupton? Tezë sebit. I bën nga pafuqia atë. Po si ta dobësit? Ore zotri, Ramsi as Kurtin. Kurti bën si trim atje me 50 policë që i çon veri. Çon 50. E kupton? Edhe Ramsi bën si lider global. Ta si pyet njëri nesër me ik Amerika, na vjen Serbia në kuks më burr. Ja ta shoh. Jo, do i mbrojmë ju me trupa. Jo, do ta mbroj, jo do të mbrojmë politikani, bëj profesorin tani. Ne e mbrojtëm. Më fal një sekondë. Po, i vetmi që do dali me mbrojtje që ka deklaruar publikisht me armë është Sebi. Po e diti kush i mbron nëse Serbia sulmon Kosovën? Serbia. Ata shkon kush i mbron? Kush thua ti? Greku mo? Vjen Greku mbron kosovarët valla. Serbia ka do na mbron neve si jemi NATO, po kosovarët. I njohi një herë kosovarët, pastaj i njeh mirë. I njeh mirë. Për ta mbyllur. Po këtë nuk është për tu hap sot kjo bisedë. Ja informacione këto që do të nxjerrin patjetër. Tu jemi. Serbia. Edhe ndodhi ajo. Patjetër që tu merrja Sebastian. Do thuash ishte mënyra të thonit është Erdogan. Por lajmi është, mos u pyesë nga kamburimi, nëse preket Kosova, valla Greqia hyn në luftë direkt me çdo shtet. Po, vjen po ashtu edhe Turqia në mbrojtje të Kosovës. Do e mbash pastaj, grekët e turpën e mbash gjithmonë aty. Ama mos harroni. Pra mos e kruan njëri me Kosovën. Kjo është problemi. Kosovë ndërton trami kurse në Serbi ndërton fabrika. Asnjë aleancë kanë, zero aleancë kanë. Edhe Orbani do dalë të bëjë deklarat, po kaq, nuk do bëj asgjë. Urdhë zoti Sebastian se do kam me mikun ton. Dy gjëra të shpejta. Nezirin. Çfarë na sjell kjo për ta sjell para antikitetit, para një 2000 vjetësh. Teutës e thot atë Ze Valentini në një pjesë, plaçkiste këto anijet romake. E thot Beusamedini në një pjesë. Po. Dhe romakët i thonë... Beusamedin Ferra. Po, dhe romakët i thonë pse na i plaçkit. Ajo nuk e kishte konceptin që po plaçkiste. Teuta jon. Po Teuta jon. Ajo nuk e kishte konceptin pse po plaçkiste. Thjesht është pse kaloni këtej nga rruga jon. Dhe marrësi huthët sot. Nga Durrësi e këtej... Teuta si huthët e çap perle. Nga Durrësi e këtej dhe Rama plaçkit. Po të shofsh Ilir Beqaj. Fap merr.
gjeni i fond këtej, gjeni i fond andej, hajde në Europian. Këtë që këmër, por? Po, qëfar thonë romakët? Po marim Thonë Europian. që romakët për ato që Albini vodhi edhe ato rezervat e shtetit, apo për ato romakët nuk thonë gjë. Pse hajdutët kanë partije, hajdutët janë hajdut o vlla. Vodhi Albini ato. Nuk mund të flitet kështu. Bashkë. Po pra, nuk mund të flitet, pra këtë po them, eksaktësisht këtë po them. Që nuk mund të kriminalizojmë parti politike se ka hajdut në për parti politike. Sebi në fakt ti po ta ndryshoje pak. Pra, mos të ndryshon dot. Ai nuk do të thoshte gjë. Pra gjithë puna është mos hedhim plumin e fundit. Po çon si ka vazhdim. Serbia aktualisht Dhe kapa ja atje, SLA, ai sniper. Ja, një gjë që ta dinë dhe gjithë Po për ta mbyllur. Për ta mbyllur që ta përfundoj. Serbia ka 25.000 ushtar, ka dhe 5.000 rezervist. Serbia nuk ka më 300.000 ushtar si që kishtë në kohën Jugoslavisë që futet me 150.000 trupa për operacionin Patkoj në Kosovë. Pra këto ti dish për kulturën tënde. Kosova ka forcat... Unë di që nuk i duhen në ushtar fare, vjen nga ajri. Tani mirë këtë... Ta zotrin nuk ngrenë do të një helikopter sot, se kanë sovranitetin. Jam i sak? Po thuaj e tani, profesor. Të flasi profesor, jo pra jo, po sovranistët pra. Sovranistët pra. Unë them që duhet jeni sovran. Po nuk duhet jeni sovran duke pështyrë dhe duke i rënë ati që s'ka bërë shtet. Askur s'ka bërë. Ja, i sekund të mbaroj Sebi. Sebi, mbyllë se s'duat të lëse me zit kam. Mbyllë i den... Pra, logika është... Cina është logika për të kundërshtuar Flogertin? Që nuk është që fort Serbia, thot ushtarakisht. Po, një Mos sekundë... folë nga pozitat e pafuqis dhe të dopsis, po e them dhe një herë. Jam realist, po. Po mirë pra në regull, pra mund t'jesh realist. Në kuadrë të realizmit që ti më thua, nuk do të kishin fituar asë njëherë irlandezët apo skocezët për balë perandorisë britanike. Asë njëherë nuk do të kishin fituar. Asë njëherë nuk do të kishin marë pavarësin. Nuk do kishte fituar asë njëherë Shqipëria për balë perandorisë Osmane apo Greqia. Ishte shumë e madhe. Nuk është se fituan ato, ishte duke rënë perandoria. Po bën luftën e tyre, se cili mban kryqin e vetë. Do vi me ty të luftoj, mos e diskuto, po Elbi është që është shumë e fortë se ne, Serbia. Po nuk ishte kjo debati sot, po patjetër që. Këtë pra po thot. Po kjo nuk duhet merret kur si e dhënë. Po nuk, ore, më fal, o profesor. Si indikator në realizat apo në veprimet politike. Nuk thash një sekret të madh që e mori nga Serbia dhe do na sulmoj. Në botën e re që jemi futur mos, duket në çudim që kjo të ndodhi. Atje ikim ne. Ku do ikim? Në Paris. Ne do vemi në Kosovë, do luftojmë. Jo, më jo, Serbia... Nuk jam. Jo, unë jam për luft, po pre Kosovë. Jo, nuk jam, vje keq. Jo, tani që vje dhe Çani nuk shkoj, unë le shkoj Çani. Ku? Në Kosovë. Ja, t'jem Kosovë. Nuk, zë më ndërpret, nuk e them. Të lutem, mos ndërpret është të mbylli atës, të mbyll me... Nuk e shumë djesë, Sebastian. Unë humba dhe linjën e logjikës tani, se e nisa me të utën, e vijova me luftën, sa janë... Ndaj thot Çani bjeri më shkurt, të bu. Nuk tash bjeri më shkurt, ja, kam tjetër gjë me se bish brillant. Jep lajmin dhe pastaj bëjnë analizën pra. Po pra. Jo, duhet... Qëndrimi pra. Gjithë teknika është, ku të kundërshton ty të, thot njëra të, pastaj të elaboroj. E bëj nga kundërta dhe ju nuk e lini të flasi. Dhe s'ka faj ai. Se ndërpreva mos do të. Jo Timur, jo. Por them ju e kam fjalën përgjithësi. Se nuk e luam pa e mbaruar, jo, nuk e mbyllëm misionin pa e mbaruar. Pra e kam, për ta thënë dhe njërë, e kam të kushti i pafuqis dhe kushti i dopsis. Ne nuk na kanë sulmuar se ne kemi qenë ndonjëherë të fortë dhe na kanë pasur frikë. Ne na kanë sulmuar sepse na kanë parë dobët dhe donen ta kanë na merrni një. Dakor, jemi deri këtu. Kjo dopsi është kthyer në një moral dhe mentalitet të përgjithshëm për të folur si të pafuqishëm. Kjo e folur e pafuqishme si përkthehet, e din gjithmonë Amerikanët, e din gjithmonë Gjermanët, e din gjithmonë Francezët. Dhe këtë ka bërë Rama deri. Dhe ato mund mos t'jenë duke ditur fare se çfarë janë duke bërë. Po ky nuk bllofin. Ti bën sikur ai e ke dëgjuar diçka nga ky amerikani dhe vjen ja thua këtyre këtu. Ke pas ambasadorin që fliste për tani. Mos ndërprer prap tani. Ai se ka debati me ty, lere tani. Me mua pra kishte të mos. Jo, nuk e vazhdojmë. Mos bëj viktimën, mos se jo pra tani, jemi në zonë lirë tani. Ose mbyllem duke. Po pra, ka që kisha po thjesht presor. Mos u mërzit. Presor e ziri. E para për ta mbyllur në 60 sekonda me ty sonte, na thuaj lutem. E para po. Jo, do të bëj një pyetje që ta kontekstualizoj që mos bëjmë përsëritje, sepse edhe ti e the mendimin tënd lidhur me këtë dhe nuk ja vlen që të konsumoj prapë, përsëritesh. Pyetja është kjo. Albin Kurti ka premtuar para se fitonte zgjedhjet, më dëgjoni pak, ju lutem leni pak celularët, një sekondë vetëm. Ka premtuar Bashkimin Kombëtar apo jo? Ishte një nga premtimet e tij të mëdha. Jo në zgjedhje. Ka pas si linjë kur ka qenë lëvizje, por nuk ka qenë premtim. Ajo e bëri atë që është. Tani më thuaj të lutem. Pra, ja njohim meritat Albinit. Unë i pari ja njoh.
Arbitri është brillant në shumë aspekte, po sigurisht që një njeri që ka shumë merita dhe që është brillant në shumë aspekte, patjetër do ketë sa dobësi, se po mos i ketë atëra ai s'është njeri. Ai nuk është robot. Dhe unë nuk po e them të dobësi këtë gjë. Pyetja është valla, pse u tërrosh nga kjo? Nuk po flet me që kur erdhin pushtet. Nuk e lejon kusht të flasin. Pra vazhdojnë, edhe tani që amerikanët kanë rënë qetësim, që s'kanë më. Kupton, nuk kanë më, nuk po thon më asgjë. Në këtë situatë, pse nuk përfiton për shkak Albin Kurti? Hop tani kthej tezën. Shiko, sepse... është tezë e bukur ajo shumë. Nuk mund të flas në emër të Albin Kurtit, por... Jo, si e mendon ti, si e mendon ti. Kur erdhi Albin Kurti në pushtet... Po sa më shkurt, Luka? E gjeti Kosovën ashtu si qishte, me gjitha problemet, veri, në Serbin brenda të rikthyer me letra, Serbia vendoste kush bëja, votoi kryeministri apo jo në Prishtinë. Do të ishte rikthy Kosova nga shteti i pavarur i njohur me GND me gjitha në çështjet e hapur mbi tavolinë. Statusi i saj ishte i rihapur dhe njohjet u ndalën brutalisht sepse vendet hezituese thonin këta po diskutojnë. Ish kryeministri i Kosovës në atë kohë në OKB deklarante se ne jemi bërë gati për vendime të vështira, vite pas pavarësisë. Dhe shumë vende, tash jam informuar edhe direkt, shumë vende i kanë thënë diplomatëve të Kosovës, ne po presim rezultatin e bisedimeve. Po presim ato vendime të vështira dhe lëshime që Kosova ka premtuar se do t'i pranojë, do t'i bëjë. Prandaj, me atë Kosovë, duhet merë, i urgjenca absolute ishte, dhe mirë që ashtu bëri, që Kosova të delimitojë, të qartësoj si shtetësi, si geografi, si politikë. Dhe ti thua teza e bashkimit kombëtar, ra për momentin, pra në një farë nuk është e më prioritet. Teza e bashkimit kombëtar me Kosovën si në atë gjendje... Gjendje nuk ka vlerë. Duhet që Kosova t'jetë e fort që ta kërkoj ato. E fort dhe e mbyllur, e njohur, e pranuar dhe e më vetësishme total. Tani një pyetje të fundit e zgjidh para se të mbyllë emisionin, se më duhet nga ty kjo, nuk e kam për debat. Sipas teje, po me një fjali ma thuaj sepse nuk është debat fare, thjesht sa për kuriozitetin tim. Ndarja e hartës si propozon Trumpi, nuk e kemi hartën, mund ta kishim, po nuk ka rëndësi. Trumpi, dhe administrata e re në Amerikë, pavarësisht nga polemika që kanë krijuar për shumë urdhra që ka bërë ai, ka dalë harta, ndërkohë nuk e di keni parë apo jo, harta e re e ndarjes së Ukrainës. Një copë e madhe, bile është ndarë me flamuj. Tani unë s'ja u them do duke shpërgoj do të shumë. Po duket një pjesë e ka Rusia, pjesën që ka pushtuar deri tani, Krimen sigurisht, po gjithë pjesën tjetër. Një pjesë largë nuk e di pse është në një gjyrë tjetër, nuk e kam kuptuar asnjëherë se pse është në një gjyrë tjetër ajo, dhe pjesa tjetër qendrore që është Kievi atje dhe pjesë me duket në 3 copa Ukraina. Tani, ma thuaj me 2 fjalë. E di që s'është për të thënë me 2 fjalë. A mundet ky të jetë një projekt të ardhmen e afërt dhe për Kosovën? Duke qenë se ka ndryshuar rendi gjërave. Në këto rreth. A është kjo frikë apo kjo frikë për Kosovën nuk ekziston? Rendi do ta diskutojmë një herë tjetër. Këtë rendin botror se ka shkruar shumë për to dhe shiko, rendi botror siç ka qenë gati është zbehat shumë, është trondita shumë saqë i ka humb ato shtylla që e kanë mbajt. Thotë çka ndodh me Ukrainën sot është e dhunohet karta OKB-s, gjitha parimet e pacunueshmërisë, gjithmonë kanë ekzistuar vendet vogla përballë vendeve të mëdha me mundësi pushtimi edhe aneksimi. Këto jemi okay. Tani flasim thjesht raport force. Konkretisht, mund të ndodhi kjo çështja aktuale diplomatike në Evropë dhe në Amerikë është se dhe unë jam për tash nuk po flas si politikan, por si studiues. Jo si studiues. Kjo është totalisht e papranueshme dhe jemi dakord, pa mund të ndodhi, pavarësisht dëshirave tona. Pse nuk mund të ndodhë tash tutje? Se tash filozofia e diplomatike është se ai që e kontrollon të zonën është pronari i saj. Jemi kthy në gjendjen para Jean-Jacques Rousseau dhe para iluministëve kur ai që vendos të metën kufijin, thotë kjo është e inja, kështu që te origjina e padrejtësive të Rousseau. Do thotë ai që e kontrollon. Imagjinojeni 2 sekonda, sikur në këtë realitetin e tashëm, 2025, veriu i Kosovës kishte qëndru siç ka qenë para 3 viteve, jashtë kontrollit Kosovës. Thotë merreni veriun e Kosovës 2020-2021 dhe vendoseni përballë gjeopolitikës aktuale 2025 dhe çështjes së re diplomatike apo amerikane. Në atë rast, Kosova do rrezikohej realisht, sepse me një urdhër, apo me një mendim, apo me një tweet, mund të na vinte ideja se ju, dhe për ma tepër opozita deklaronte,
Edi Rama deklaronte se ajo pjesë ishte askujt, toka askujt. Dhe gjithë në Kosovë që s'ishin me Albin Kurti, thoshin, s'ja vlen me vereu. Nuk mund t'a rikthejme. Po të kishte qëndru ashtu, sot ndoshta do ishim këtu duke bisedu se ndo një hartë të retë Kosovës. Ata vendosim kufirë në Iber, tek Ura, apo pak më poshtë, apo më lartë. Pra Mitrovica... Gjendja ndryshojnë veri. Sot me Kosovës nuk do një shkurtu ati Donbasi i Ukrajinës. Absolutisht jo. Iku. U ndryshua gjendja dhe për këtë meriton Kosova dhe qeveria e deritashme. Debati mbetet i hapur, falenderoj shumë Nezir Kraki Zonja Zotrinj, deputeti sapo zgjedhur në Kuventin e Kosovës, e falenderoj për sakrificin që bëri vetëm se dha fjalën. Më tha Arjan, kur ja fjalën nuk mundem, tha. Dhe ishte nisur edhe pse ka seancë nesër, çfarë fillon seanca nesër mëngjes? E kanë vendosur në 12, po duhet të shkojmë pak më herët për disa konsultime, disa... E kuptova. Po do kemi, pra kemi... E mban besën, pra është komësia shqiptar, duket, nuk është komësia Kosovë. Komësia, edhe kjo është temi interesante, mund ta diskutojmë herë tjetër. Ndërkohë, unë deri tani kam 20 vjet, s'më ka thënë asnjë deputet ose asnjë personalitet shqiptar që do viset kam dhënë fjalën. Pra kjo nuk përdoret në Shqipëri. Sot përdoret shumë. Urojmë ta mbaj sepse është mandati i parë. Je mbajti me mua. Po bravo, është deputet për herë të parë, pra mandati mund të ndryshojë. Se fillojnë. Unë jam pak me siguri utopist edhe e vlerësojmë shumë gjithë dhe ishte dhe ndoshta do zgënjehem politik, por unë kam marrë me kodet e mia ato që dhe nuk kam marrë që këta të më bëjnë si ta, por mundësisht ato të bëjnë si Neziri. Ose të pak të ndëroj Sebastianin, mikun ton, Sebastian Zonjës, dhe azo që ju e gjeni çdo ditë në MCN, me të ftuarit e tij dhe duke informuar publikun. Falenderoj Marsit Gupin, një mik tjetër të këtij emisioni, i cili, siç ju thash, mund të gjeni te Marin Barleti, dhe është avokat penalist i papar, i shumë kërkuar. Kujdes, duhet të prenotoni Marsitin përpara, mos mendoni se mund ta gjeni të lirë me njëherë. Falenderoj gjithashtu Flogert Muçën nga Lexo.al, Flogerti i cili na ndihmon shumë me polemikat e tij dhe me kundërshtit që krijon në studio me të ftuarit e mi. Ço do thosh? Kam dy gjëra për të prender, mos harroni, po ja paradhënie. Do jemi me sondazhin, është sondazhi i dytë që po bën Zonë e Lirë në bashkëpunim me kompaninë Sonketa, do vi Gjergj Stefa prap në studio, dhe shohim a kanë ndryshuar shifrat e një javë më parë, pra kemi çdo të prende deri në 9 maj këtë sondazh për të kuptuar pra kush do jetë kryeministri i Shqipërisë, kush do jetë kryeministri i Anshëm dhe për të kuptuar edhe pak përqindjet e partive si do ndahen. Dakor? Kështu të prenden, po ju lë rondevu takim për këtë çështje. Dhe gjithashtu një orë do kemi të prendë gjithashtu dhe të ftuarin tjetër, një mik tjetër që do e marr kësaj radhe për ta njohur pak më shumë, që quhet Etemaga. Është një personazh shumë interesant dhe mora vesh që është dhe mik i... Po, një jemi në Paris, po. Sepse jeton në Paris për 30 vjetësh, me origjinë, a ishte sigurisht Etemaga është nga si quhet, nga Agajt apo nga Agallarët? Nga Agallarët e Farkës, kemi këtu në gjitu, bile mora vesh që shpinë e ka në gjitu me këtu me MCN-n, te kodra lartë, dhe Etemaga do jetë këtu për ta njohur pak më shumë dhe për të kuptuar... Është kandidat në listat e hapura të opozitës, Partisë Demokratike, dhe për të kuptuar pse ky njeri i cili ka pasion golfin, është një biznesmen i suksesshëm në Francë, për 30 vjetësh, në kuptimin financiar s'ka asnjë problem, pse vendos tani Etemaga që ta lëj karrierën atje dhe gjithë pasionin që ka për të ardhur për të riskuar, për të bërë deputet në listë të hapura të PD-s. Pra asetët dikush i merr dhe i fut në parlament, dikush tjetër i thot dil dhe garo me, ku diun. Është të mërshme kjo që i ndodhe temit, po bravo i qofte temit. Është tjetër sistema di në Kosovë. Dakor. Mos u ngatro. Po të ishte sistemi i Kosovës dhe në Shqipëri, ishte 100% deputet. Jo, thash se do lije jashtë... Jo. Do lije jashtë Albini... Jo, nuk ka lidhje me jo, po e thash për gjithë tjetër. E kuptova. Mos në ngatro. Se batut. Kompliment ishte për e temin pa tjetër. Të prende kemi sondazhin Sonketa dhe Etemagën miq. Ndërkohë po ju njoftoj, do shikoni tani një qenë që është qenë rrugë, nuk ka të zot fare. Por do shikoni një qenë se si kalon vijat e bardha, por jo pa u hapur semafori jeshil. Dhe do thoni janë, po ku ndodh kjo në qytet të botës? Ndodh në një vend që ju mund të shkoni të jetoni sepse është një vend normal. Nuk keni nevojë fare për pasaportë europiane. Në Kosovë, shikoni, takohemi të prendë.